dashtë të tjere. Do thot veç kriju si që Zoti që ka kriju mund me ngopa dëshiren e tina për me dashtë të tjere, po mënyra që nuk don dikush që ti ki qef, nuk do të thotë se nuk don ai person. Se na kem qef, me na dosh shumë me krejt, po nuk do të thotë që nuk na dojnë ata pse nuk na dojnë njërë si s'kem qef manipulim i pastër i burrave. Dëgjoj Antigonën, po. Manipulim, kjo është manipulim i pastër i burrave. Unë ty po du që shto që është po du, unë nuk po du që është po ti po mendon që po du. Kjo është manipulim total i... Pse manipulim? Jo të gjithë duam njëjtë. Sepse na gratë jemi qenë emocionale, edhe jemi emocionale, edhe funksionojmë përmes emocionit. Kurse burrat jeni më racional, edhe ju keni seksin për shembull gjimnastik. Të na është ak dashurie të jo është gjimnastik, edhe ju të shkeni qef me thonë që për shembull këto e du për këto e du për ato, se s'po japun e emna tash, e kupton publiku që ka përdu me thonë, po se cila femën që pranon me qenë qatë pozit, në raport me një moshkull, i cili nuk bën asë një aktivitet tjetër me to, përveç aktivitetit seksual, aja femën do të me ditë qirë për qatë punë është aty, edhe nëse pranon aja atë pozit, atëherë e gzoft.